Kristian Aslani është ullur në stol të Beshiktashi për sfidën e djeshme, ndodh për herë të parë, pasi kishte fituar vendin e titularit. Trajneri Sergen Yalchin nuk e preferoi nga fillimi në sfidën me Antalyasporin. Ky vendim vjen pas humbjes 1-0 ndaj Fenerbahçes, ku Aslani luajti si titular, teksa u zëvendësua në minutën e 67. Aslani kishte 7 javë radhasi që preferoi nga fillimi. Kujtojmë se mesfushori kombëtares është huazuar nga Interi dhe ky vendim shton zërat që Aslani do të kthehet sërish në Itali pas përfundimit të sezonit. Aslani u aktivizua në minutën e 77 në ndeshjen e fituar 4-2 nga Beshiktashi. 24 vjeçari nuk u preferua tek Interi gjatë këtij edicioni që të merrte më tepër minuta në fushën e blertë. Huazimit e Torino rezultoi një dështim, ndërsa mbetet për tu parë në vazhdim çfarë do ndodh me Beshiktashin. Sezoni 2025-2026 nuk do të ketë një nga ata të cilët Kristian Aslani do të kujtojë me nostalgji, të paktën deri tani. Futbollisti kombëtares shqiptare pa fillimisht të largohej nga Interi drejt Torinos e më pas drejt Beshiktashit, i dhënë në të dy rastet në huazim. Por e ardhmja e tij është shumë e pasigurt dhe në Itali insistojnë për një skenar që del jashtë parashikimeve që ishin bërë deri tani përmes fushorin. Në bilancin që Gazeta dello Sport u ka bërë lojtarëve të huazuar nga Interi në klube të tjera, një pasazh i kushtohet i dhe Aslanit, duke paralajmëruar se në verë ai do ta shohë veten përsëri mes katër rrugësh. Nuk është pozitiv sezoni mes fushorit shqiptar, të cilin Interi e mori nga Empoli si një Çalhanoglu të ardhshëm, por që nuk ja doli ta mbante presionin. Këtë vit Aslani e filloi në huazim te Torino, por gjithashtu nuk arriti të gjente veten atje, aq sa bindi pijtuesit e klubit t'i përfundonin kontratën para kohe. Një zgjidhje u gjet me Beshiktashin në javën e fundit të janarit, por debutimi i tij ishte një makth. Ai hyri si zëvendësues në minutën e 76 të ndeshjes kundër Konyasporit, vetëm për t'u përjashtuar 7 minuta më vonë dhe për të marrë një pezullim prej 2 ndeshjesh. Ai më pas u bë titular, por totali i tij është vetëm 1 asist në 8 ndeshje dhe performancat e tij në përgjithësi janë mesatare ose nën nivelin e duhur. Prandaj, është e vështirë që klubi turk të vendosë të ushtrojë opsionin për ta blerë, i cili ishte vendosur në rreth 12 milion euro, shkruhet në artikullin e Gazetës Sportive Italiane për situatën e Aslanit.